asnjë aktivitet tjetër. Dhe me këtë gjendje edhe industria e prodhimit të armëve, municioneve dhe ajo dokoneve, pavarësisht se herën e fundit e folëm. Është folur disa herë për dha ideja në fillim për të hedhur rreth 25 milionë euro, pastaj kjo shifër zbriti në 13 milionë euro si fond për ringritjen e industrisë ushtarake. Praktikisht nuk është hedhur asnjë lek deri tani në këtë, janë thjesht ide, por nuk po shifet gjë konkretisht. Dhe tani po shohim ne që Evropa thotë, nëse doni të mbroni, prodhoni vetë armë. Dhe më e keqja është që do prodhojmë, po planifikohet të prodhojmë automatikun Kalashnikov 47-56, aty që ne i kishim një 2 milion sot dhe i prishëm, i quam për skrap. Tani do merrem prapë infrastrukturën të prodhojmë po atë armë që ne e shame për buzën e hodhëm në plera, e quam për skrap dhe ngelem të zhveshur në gjitha drejtimet. Ne kemi patur armatim, domethënë llogaritë që ne mund të ngrinim 800.000 trupa në rast të një mobilizimi të përgjithshëm, ose cili ushtar kishte në dispozicion 3 armë. Domethënë ne kishim në 90 2.200.000 sot armatim për ushtarin e thjeshtë. Plus mjetet tona shkonin deri tek raketat, që në atë kohë ishin shumë moderne. Dhe sot s'kemi asnjë nga ato. Ne s'kemi një mbrojtje kundërajrore. Për shembull, në sulm kundërajror kemi ca drona që kemi marrë tani dhe po furim larg e atyre dronave, por droni ngelet një mekanizëm i thjeshtë, nuk siguron mbrojtje kundërajrore masive. Pra jemi në dorë zotë. Pra, domethënë jemi katandisur në atë dhe akoma nuk po merren hapa serioz në këtë drejtim. Flitet se do bëhet një domethënë mobilizim rezervist 2-3.000 veta. Prapë me 2-3.000 veta nuk e çfarë bën. Tazo me këto që mund të mobilizosh, duhet ngresh një brigadë. Ku ta çosh përpara të brigadë? Ku një brigadë në kohë lufte mund të veprojë në një terren 10-20 km në vijë fronti, 10-15 km në thellësi. Kaq. Mund të mbrosh vetëm një drejtim operativ, jo më shumë. Unë ju thash, domethënë ne kemi planifikuar 21 divizione, nga të cilat minimumi duheshin 10, 8 deri në 10 për mbrojtjen stabile, pastaj për të parashikuar mësime të tjera, duheshin gjithë, ne si kemi këto. Jo vetëm si kemi, po s'ka njeri ndërmend për t'i bërë, sepse e kemi varur shpresën tek umbrella e NATO-s. Do na mbroj NATO, e kemi sakuar mendje në këtë drejtim nga të gjitha. Dhe se vendi i NATO-s është dhe Greqia. Për shembull, po marrim një nga komshit. Greqia vjetë e ka patur buxhetin 12 miliardë euro për mbrojtje. Para disa vjetësh kishte ushtar aktiv 150.000, ndërsa vjet e ka çuar në 180.000 numrin e ushtarëve aktiv. Si vjet do të shtoj dhe 5.000 ushtarë të tjerë. Pra, komshit tanë nuk kanë ndërmend të shërmatosen ndonjëherë. Në një përballje direkte, sa mund të rezistonim ne? Sa ditë mund të rezistonim në një përballje të mundshme?